Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi këtë herë për të komentuar pak edhe për të folur për këtë çiftin në tentativë brenda shtëpisë së Big Brotherit, Selin edhe Miri. Miri dhe Selin kanë një marrëdhënie që në fakt lexohen me sy. Tani kjo a është shkaktësi, a është rastësi? Këtë nuk mund ta them, por që lexohen me sy me patjetër që po. Të paktën kështu interpretohet në ekran dhe unë mendoj që kamerat në asnjë mënyrë nuk gënjejnë. Nata e mbrëmshme ishte një natë ku Selin dëshironte që t'ikën në banjo të lajë dhëmbët nga që po bëheshte gati për gjumë, ndërsa Miri ishte i stepur, domethënë gjitur pas saj. Tani që Selin e preferon Mirin, e ka në qef Mirin, kjo as që diskutohet. Mendoj që mori dhe një mesazh nga kunata e saj që nuk kanë as pak marrëdhënie, por shikimi, mimika tregojnë që ajo nuk është kundër marrëdhënies me Mirin, por Selin siç duket ka vendosur që të ndërtojë diçka me Mirin. Tani, nga ana e Mirit unë shoh sinqeritet, shoh dashuri, shoh besim tek kjo gjëja e madhe që ai po ndërton, ndërsa nga ana e Selinës nuk mund të jem i sinqert deri në fund për këtë marrëdhënien, do të thënë për faktin në përgjigjen që jap, sepse është një marrëdhënie me luhatje, por shoh që Selin nuk më duket aq e bindur dhe aq e sigurt sa mund t'jetë Miri. Nesër Selin mund t'i thotë Mirit për shembull që unë të kam trajtuar si një mikun tim më të afërt, si njeriun tim më të afërt dhe jo si një të dashur. Nga që lëvizjet i ka të këtilla, ose nga që ka dashurinë e Mirit dhe në mendjen e Selinës Miri mund mendon që është mashkulli më i preferuar brenda shtëpisë, ndjehet ajo princesha në shtëpi dhe e ka krijuar të vetbesimin dhe shkon godet fort. Selina është shndruar në një nga banoret më të përfolura të këtij kasti, në një nga banoret më të komentuara të këtij kasti dhe mendoj që marrëdhënia me Mirin po e ndihmon shumë. Që pretendon Miri të shkon drejt puthjes nga që i kërkoi dhe fëmijë Selinës, këtë nuk e diskutoj. Do të thënë nuk është kjo pjesa e lojës Mirit, sepse loja dallohet. Miri nuk është se e ka problem këtë pjesë, do të thënë ai e do shumë, e pëlqen shumë, ja thot edhe publikisht. Kjo tregon që Miri është i bindur dhe është në vetëdijen e tij në atë se çfarë bën. Ndërsa Selin më duket pak më e luhatshme në këtë drejtimin dhe nuk e shoh Selinën të gatshme për të ndërtuar një marrëdhënie të tillë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë raport.